gjejmë plagën në shuplakat e duarve, në parakra, mundë me gjetë në regionin e kokës. Po qysh e gjenë zakonisht skenën e klimit? Për shembull, kur shkon ti si mjek ligjor çka sheh? Se zakonisht, për shembull, mu qysh po ma merr mendja, kur shkon, nëse dikush e ka bërë një krim në afekt, zakonisht o ki me pa tukajt, partnerin tjetër, se zakonisht, ajo shet tukajt, o e gjenë mjetin që atë, sa, abdin, do me thonë nuk janë kënë gjendje të mirë emocionale kur e kam buse. Po pikërisht ashtu thotë edhe literatura mjekoligjore që këta pacientët që kryjnë të krimet të pasionet menherë i bim pishmën për veprën që kanë kryer. Edhe sigurisht pastaj e kuptojnë që kanë bërë, po është vonë, nuk ka kthim mbrapa. Tek viktima, tek këto raste, në shumicën e rasteve gjejmë edhe plagën, na i quajmë plagën mbrojtëse. Sepse ti, kur je të debatu me dikën në një moment fillon me godit, ai normalisht që ka më mbrojt, gjejmë plagën në shuplakat e duarve, në parakra, mundë me gjetë në regionin e kokës, nga lëvizja, mund gjejmë frakturat vogla në për gështrenj, quhen plagën mbrojtëse. Realisht në shumicën e rasteve tek vrasjet që janë planifikuara nuk janë hapësirë ty për më mbrojtë heq, se vrasësi e planifikon për një kohë më të gjatë. Edhe e gjen atë pjesën e organizmit ku janë organet vitale dhe me një goditje zakonisht tenton me kryer vrasjen.